Receta natyrale që do ju heq toksinat nga zora e trashë dhe ju ndihmon të bini nga pesha. Zorët luajnë një nga rolet më të rëndësishme në trupin e njeriut. Ato mbajnë ekuilibrin e ujit në trup dhe rregullojnë sistemin imunitar përmes proceseve të tretjes. Për një trup të shëndetshëm, funksioni i një zore të trashë është jetik. Në rast se zora juaj nuk funksionon si duhet, mban mbeturina dhe toksinat të cilat nuk dalin jashtë nga trupi dhe mund të absorbohen në zorën e trashë. Për të përmirësuar tretjen tuaj sipas Healthy Food Team, duhet të përgatisni këtë recetë. Përbërësit që ju duhen janë: 1 litër ujë i pastër, 1 lugë çaj piper i kuq, 2 lugë çaj me shurup panje, lëngu i 1 kokre limoni të shtrydhur. Përgatitja e kësaj recete natyrale është shumë e lehtë. Ju duhet vetëm të përzierni të gjitha përbërësit së bashku dhe ta konsumoni atë 10 deri në 16 ditë në mënyrë të rregullt, 5 deri në 6 herë në ditë, nga një gotë. Ju duhet të pini vetëm 1 litër nga kjo përzierje në ditë dhe jo më shumë. Nëse keni komplikacione përpara përdorimit, konsultohuni me mjekun tuaj.